pastaj janë karakteristika tjera që do të vazhdojmë më vonë, si narcisistët e të tjerë. Para se të kalojmë në më tutje në bisedë. Është individuale, e kam qartë. Secili individ ka personalitetin e vet dhe varion edhe mënyra se si është rrit, rrethonat, se si e ka gjendjen emocionale atë ditë, për shembull, se si mund ta menaxhoj. Në fakt, prezencën e një toksiku apo një toksike në prezencë, qoftë ambient pune, qoftë tavolinë, qoftë në mënyrë ku nuk ke ku i evitohesh, si mund të jetë edhe në familje, por në këto raste është e vështirë edhe se si në fakt mund të menaxhohet. Pra, po kthejmë fillim, është individuale, por një të përgjithshme. Problemi kryesor, edhe thash edhe më herët, problemi kryesor është që na nuk e dim se prej ka puna vjen ajo. Në rast kur e dim. Pra, kemi karakteristikat para vetës. Momenti kur na e dim atëherë, e vetmja formë që ndoshta kishë mujt me realizu, në ato momente kishë me qenë një shkputje momentale për të pasë se çka është ka ndodhur, edhe të bëjnë një vetë refleksion. Situatat caktuara të zonë, na që jemi psikologë dhe japim shërbime, nuk mund ta ndërpresh ti seancën për shkak një ndjesi ose një diçka caktuar, por pas përfundimit asaj seance, atëherë na do të bëjmë një vetë refleksion të shohim se çka po ndodh me veten tonë, me trupin tonë, cila ishte reagimi ynë përballë asaj situate të caktuar ku na kemi përjetuar ndoshta një pafuqishmëri përballë personit me cilin kemi bashkëbisedu, ose mënyrën se si na kemi reflektuar, apo mënyrën se si kemi ditë me e drejtu sjelljen tonë karshi këtyre situatave të caktuara. Kur na bëjmë një vetë refleksion, shohim gjanat cilat kanë ndikuar te na, mënyrën se si jemi sjell, atëherë ndoshta herën tjetër mund të kemi parasysh disa situata që ti parandjejmë, edhe të marrëm masa paraprake që punojmë më tepër ndoshta pak me mendje, jo me emocion, në mënyrë që mos na bjen ai niveli, edhe në mënyrë që ta kemi situatën, po themi kushtimisht në kontroll, që të ecim tutje përballë një sfide që shpeshherë mund të jetë e pakuptueshme. Si për shembull? Pse unë po jam kaq i pafuqishëm? Se na zakonisht bëjmë pyetjen pse, çka po ndodh, realisht na ish dashur me bën ndoshta një mori tjera të pyetjeve, çka po ndodh, si ndodhi, kur ndodhi, si është reagimi im përballë asaj, kush ishte personi, do të thotë se sa me bë pyetjen pse.